Horoskopi ditor enjte 23 korik 2026. Dashi. Kjo ditë jufton të përqendroheni tek çështjet familjare dhe tek balanca mes jetës personale dhe asaj profesionale. Mund të merrni një lajm që ju bën të rishikoni disa plane afatshkurtra. Në aspektin sentimental, komunikimi i sinqert do t'ju sjellë qetësi. Demi. Do t'jeni më të vendosur se zakonisht për të mbrojtur interesat tuaja. Takimet, bisedat dhe kontaktet e reja mund të rezultojnë të dobishme për të ardhmen. Kujdes me shpenzimet impulsive gjatë pasdites. Binjakët. Vëmendja do të përqendrohet tek financat dhe organizimi i çështjeve praktike. Një mundësi për të përmirësuar të ardhurat mund të shfaqet papritur. Në dashuri, shmangni keqkuptimet që lindin nga nxitimi. Gaforia. Energjia e ditës është në favorin tuaj. Do të ndiheni më të sigurt për vendimet që keni marrë së fundmi dhe do të keni mundësi të shprehni qartë dëshirat tuaja. Një takim interesant mund të sjellë emocione të reja. Luani. Kjo është një ditë për reflektim dhe përgatitje për ndryshime të rëndësishme. Mos nxitoni të merrni vendime përfundimtare në çështje profesionale. Një person nga e kaluara mund të rikthehet në vëmendjen tuaj. Virgjëresha, miqtë e bashkëpunëtorë do të luajnë një rol të rëndësishëm gjatë kësaj dite. Mund të merrni mbështetje për një projekt apo për një ide që keni kohë që e mendoni. Në aspektin emocional kërkohet më shumë durim. Peshorja. Karriera dhe objektivat afatgjata do të jenë në fokusin tuaj. Një zhvillim pozitiv në punë mund t'ju jap më shumë besim për hapat e ardhshëm. Në mbrëmje, kushtojeni kohë familjes dhe njerëzve të afërt. Akrepi. Dita favorizon udhëtimet, studimet dhe zgjerimin e horizonteve personale. Mund të linë një mundësi e re, bashkëpunimi ose një propozim që ja vlen të shqyrtohet me kujdes. Në dashuri, emocionet do të jenë të forta. Shigjetari. Çështjet financiare dhe marrëdhëniet e ngushta kërkojnë vëmendje. Shmangni rreziqet e panevojshme dhe analizoni me kujdes çdo marrëveshje. Një bisedë e sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e një keqkuptimi. Bricjapi, partneritetet si në jetën personale, ashtu edhe në atë profesionale do të jenë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimi dhe kompromisi do të sjellin rezultate më të mira sesa insistimi në qëndrimet personale. Ujori, angazhimet e përditshme dhe detyrat profesionale do të kërkojnë organizim më të mirë. Mund të ndiheni të ngarkuar në disa momente, por përkushtimi juaj do të vlerësohet. Kujdesuni më shumë për mirëqenien fizike. Peshqit, krijimtaria dhe ndjenjat janë të theksuara. Është një ditë e favorshme për romancën, aktivitetet artistike dhe kalimin e kohës me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni mirë. Një surprizë e këndshme mund të ndryshojë humorin tuaj.